Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural informon fermerët se kosti i dytë i pagesave në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes për vitin 2025 është kryer brenda datës 31 dhjetor 2025 në përputhje me procedurat financiare në fuqi. Fondet përkatëse tashmë janë transferuar në banka të nivelit të dytë dhe po kalohen gradualisht në llogaritë bankare të fermerëve përfitues. Me miratimin e aktit normativ për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar, botuar në fletoren zyrtare, buxheti të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Ky fond i shtuar është destinuar për kryerjen e pagesave në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes, masat 1 deri në 8 për vitin 2025. AZBR-ja bën të ditur se ka punuar pa ndërprerje në ditët e fundit të vitit për të mundësuar kalimin e 50% të mbetur të pagesave, të cilat po shpërndahen aktualisht në llogaritë bankare të rreth 65.000 fermerëve përfitues përmes bankave të nivelit të dytë. AZBR-ja falenderon fermerët për bashkëpunimin dhe durimin e treguar dhe mbetet e angazhuar që edhe në vijim të garantojnë mbështetje për sektorin bujqësor dhe zhvillimin rural.